Në kohë të lashta, atje ku dieli puth butësisht rërat e pafundme, lulëzonte mbretëria e lavdishme dhe e pasur e të urtit Haled. Atje u rrit princi i pashëm, Kamar az-Zaman. Fytyra e tij shkëlqente verbërisht, si hëna në natën e 14, dhe mendja e tij ishte e mpreth pa mëshirë, si një teh i shkëlqyeshëm i Damaskut. Por zemra krenare e të riut mbetej e mbyllur dhe e padepërtueshme, si një thesar i lashtë, për të cilin mjeshtrit nuk e kishin farkëtuar ende qelsinë e dëshiruar. Ai hidhte poshtë me guxim dhe kokforci çdo bindje të të atit për një martesë të shpejtë. Liria e pakufizuar, librat e mençur dhe gjuetia e shpejtë ishin pafundësisht më të shtrenjta për të sesa dashuria, në të cilën kokforti nuk besonte as pak. Mbreti i vjetër baba binte në një zemrim të tërbuar dhe dëshpërim të thellë. Kokën e tij të thinjur të kurorzuar e përkulte pa mëshirë drejt tokës së ftohtë frika e akult për të mbetur përgjithmonë pa një trashëgimtar të ligjishëm. Dhe në të njëjtën kohë, në anën tjetër të tokës së pafundme, atje ku dallgët e ngrohta lajnë ishujt e largët të Kinës, lulëzoi prinçesha e bukur Budur. Bukuria e saj verbuese nuk i hapte rrugë as pak shkëlqimit të Kamar az-Zamanit. Për të kërkonin dorën në mbretër dhe sultan të fuqishëm nga e gjithë bota, duke dërguar karvane të pafundme me dhurata të çmuara. Por ajo me lehtësi i hidhte poshtë mëndafshët dhe kurorat e sundimtarëve më të mëdhenj, sepse shpirti i saj i lirë nuk dëshironte të mbyllej në një kafaz të artë të një martese dinastike. Vajza krenare u betua me guxim se do të martohej vetëm sipas thirrjes së fshehtë të një zemre të zjarrt, dhe jo sipas dekretit shtetëror të babait të saj. Dhe ashtu si në mbretërinë e lavdishme të Haledit, sundimtari i fuqishëm i ishujve pëshertinte me hidhrim dhe zemrohej, duke u përpjekur më kot të thyente vullnetin e hekurt të vajzës së tij mbretërore dhe të pabindur. Por ndërsa mbretërit e vdekshëm trishtoheshin me hidhërim për fatet e fëmijëve të tyre të pabindur, lart mbi kokat e tyre të kurorëzuara, në blun e ftohtë dhe të paarritshme të qejve të natës, papritur u takuan dy shpirtra të fuqishëm. Nga birucat e thella dhe të nxehta të shkretëtirës, u ngrit me shpejtësi gjindi i egër i zjarit Dahnash, ndërsa nga lartësitë gjiqëluese të yjeve, zbriti butësisht peri e bukur e ajrit, Majmuna. Mes të pavdekshmëve të lashtë, shpërtheu menjëherë një mosmarrveshje e furishme magjike. Dahnash i lavdëronte me entuziazëm bukurinë mahnitëse të princit të ri Kamar az-Zaman, duke e quajtur atë me zë të lartë mrekullinë e pakapërcyeshme të gjithë krijimit toksor. Por Majmuna krenare vetëm buzëqeshi me arrogancë. Ajo kundështoi me bindje se prinçesha e largët Budur, të cilën ajo e vëzhgonte e magjepsur, eklipsonte lehtësisht me shkëlqimin e saj hyjnor absolutisht çdo qenie të gjallë. Zërat e tyre, të ngjashëm me gjëmimnin e erës dhe fshfërimën e yjeve, u kryqëzuan në errësirë, sepse secili nga shpirtrat besonte shenjtërisht se ishte pikërisht ai që kishte gjetur përsosmërinë më të madhe të botës së vdekshme. Mosmarrveshja e ashpër e shpirtrave të padukshëm po kthehej me shpejtësi në një grindje të papajtueshme dhe me zë të lartë. Asnjë nga këto qenie të fuqishme dhe krenare nuk dëshironte të lëshonte vendin e parë. Atëhere, peri dinake dhe e lënduar Majmuna propozoi një plan të guximshëm magjik. Ajo urdhëroi me autoritet
që heronjtë e pabindur, të cilët nuk dëshonin për asgjë dhe ishin në gjumë të thellë, të transportoheshin menjëherë përmes hapësirës së natës. Shpirtrat vendosën t'i vendosnin ata me kujdes pranë njëri tjetrit në një shtrat luksoz dhe të krahasonin në mënyrë të paanshme për sosmërinë hyjnore të fytyrave të reja për të dhënë një gjykim objektiv. Dahnashi Jegër pranoi menjëherë dhe me shumë pasion këtë ide të çmendur. Për të pavdekshmit e plotfuqishëm, trashëgjimtarët e mdhenj dhe krenar të froneve toksore rezultuan të ishin vetëm lodra të bukura pa vullnet në duart e tyre të padukshme. Për të zgjidhur mosmarrveshjen e tyre jashtëtoksore, ata vendosën të prishnin qetësinë e të vdekshmëve dhe duke fluturuar në skajet e ndryshme të tokës, më shpejt se mendimi, nxituan për të marrë provat e tyre në gjumë. Në mbulesën e natës së thellë, shpirtrat e zbatuan menjëherë planin e tyre të guximshëm. Majmuna e bukur u hodh më shpejt se një yll që bie drejt ishujve të largët. Pa lëkundur as më ndafshin më të holë, ajo e mori prinqeshën budur në gjumë si një pushtë të lehtë pa peshë dhe e mbajti atë pa zhurmë në përqielin e natës, pa zgjuar as rojet vigjilente, as vetë vajzën. Ndërkohë, Dahnashi ngriti me kujdes princin Kamara Zaman. Duke depërtuar në mënyrë magjike nëpër dyert e mbylura, të pavdekshmit i ulen me kujdes heronjt në gjumë me një shtrat të vetëm luksoz në dhomat e të riut. Gjindët e padukshëm qëndruan të habitur në ajër mbi shtrat. Ata qëndronin pranë njëri tjetrit si dy perla të nxjera nga guaska të ndryshme, por të krijuara për njëri tjetrin nga vetë fati. Dhe madje edhe shpirtrat, të mësuar me mrekulli, ngrinë në një admirim të heshtur. Ishte e pamundur të vendosej se kush prej tyre ishte më i përsosur. Duke mos qenë në gjendje të zgjidhnin mosmarrveshjen, gjindët e padukshëm vendosën të zgjonin ata që flinin me radhë, për të parë se cili nga të vdekshmit do të mahnitej më shumë nga bukuria e tjetrit. Majmuna i hoqi me kujdes magjitë e gjumit nga Kamar Azamani. Princi i hapi sytë ngadalë dhe ngriu. Pranë tij pushonte një vajzë e papar. Ai mendoi se ky ishte një vizion hyjnor që kishte zbritur papritur nga qielli. Bindjet e tij të hekurta se gratë nuk ishin të denja për vëmendje u shembën në një çast. I riu e kuptoi se babai i tij i vjetër kishte pasur të drejtë, por vetëm sepse ai nuk ishte takuar më parë për sosmërinë e vërtetë. Zemra e tij u mbush me dashurinë e parë dhe dërmuese. Ai kishte frikë edhe të merrte frymë për të mos trembur mrekullinë e brisht. Të gjitha betimet e tij krenare dhe talljet me dashurinë u kthye në pluhur para një pshertime të vetme të bukuroshjes në gjumë. Dhe ai e kuptoi se zemra e tij kishte qenë e lirë vetëm sepse e priste pikërisht atë. Princi Kamar Zaman dëshironte me pacion ta zgjonte bukuroshën e gjumë, por kishte frikë se ajo do të zhdukej, po aq papritur sa një iluzion mashtrues i gjindëve. Për të siguruar që kjo nuk ishte një ëndër dhe për të lënë një shenjë të fshehtë të dashurisë së tij, i riu vendosi të bënte një veprim dritërues. Në dritën e zbethë të hënës, ai, me kujdes, me gishta drithërues, i hoqi asaj nga dora e hollë një unaz elegante dhe e vuli në gishtin e tij të vogël. Në këmbim, i dashuruari hoqi unazën e tij të rëndë dhe të çmuar të burrave, vullën e princit të kurorës, dhe e lëshoi në heshtje në gishtin e vajzës. Pasi e admiroi atë edhe për një moment, ai ra përsëri në një gjumë të thellë magjik, të dërguar me autoritet nga peri e padukshme Majmuna. Ai këmbeu unazën e saj me të tijën, sikur të kishte vullosur fatet e tyre me një fije të padukshme, në mënyrë që në mëngjes, ku të zgjohej,
të mos u besonte syve, por peshës së arit në gjisht. Princi Kamar Zaman dëshironte me pacion të zgjonte bukuroshën në gjumë, por kishte frikë se ajo do të zhdukej po aq papritur sa një iluzion mashtrues i gjindve. Për të siguruar që kjo nuk ishte një ëndër dhe për të lënë një shenjë të fshehtë të dashurisë së tij, i riu vendosi të bënte një veprim drithërues. Në dritën e zbeth të hënës, ai me kujdes, me gjishta drithërues, i hoqi asaj nga dora e hollë një unazë elegante dhe e vuri në gjishtin e tij të vogël. Në këmbim, i dashuruari hoqi unazën e tij të rëndë dhe të çmuar të burrave, vudhën e princit të kurorës, dhe e lëshoi në heshtje në gjishtin e vajzës. Pasi e admiroi atë edhe për një moment, ai rapërsëri në një gjumë të thellë magjik, të dërguar me autoritet nga peli e padukshme Majmuna. Ai këmbeu unazën e saj me të tijën, sikur të kishte vullosur fatet e tyre me një fije të padukshme, në mënyrë që në mëngjes, kur të zgjohej, të mos u besonte syve, por peshës së arit në gjisht. Nata po, i afrohej fundit të saj. Qeli në lindje po fillonte të zbardhej pa u ndalur. Gjindi Dahnash dhe peri Majmuna i hodhën për herë të fundit një vështrim të habitur të dashuruarve në gjumë. Shpirtrat e pavdekshëm pranuan në heshtje humbjen në mosmarrveshje. Të dy të vdekshmit ishin po aq të bukur, dhe ishte e pamundur të thuhej se bukuria e kujt ishte më e përsosur. Dahnash i mori me kujdes prinqeshën budur në gjumë dhe me të njëjtën shpejtësi të jashtëzakonshme, pa e zgjuar asnjëherë vajzën, e ktheu atë me shpejtësi në palatin në ishujt e largët. Princi Kamar Az-Zaman mbeti krejtësisht i vetëm në shtratin e tij të ftohtë. Magjia e gjindve u shpërnda në mënyrë misterioze së bashku me mjegullën e para agjimit, duke e ndërprer me trishtim këtë mrekulli jashtëtoksore si një ëndër të bukur. Mosmarrveshja e të pavdekshmëve përfundoi në barazim, por për të dy të vdekshmit, kjo natë u bë fillimi i betejës më të madhe për dashurinë e tyre. Me rrezet e diellit, princi Kamar Az-Zaman u zgjua papritur. Ai u ul me njëherë në shtrat dhe me zemër rrase filloi të kërkonte me sy të panjohurën e bukur. Por shtrati ishte pabesisht i zbrazët. Dyert e rënda të dhomave mbetën të mbulura fort nga brenda. I riu i dëshpëruar mendoi se kjo ishte vetëm një ëndër e mrekullueshme, por e padurueshme dhe mizore, një lojë keqe e imagjinatës së tij të ndezur. Por pastaj, vështrimi i tij i humbur ra rastësisht mbi dorën e tij. Në gjishtin e vogël shkëlqente fort një unazë e hijshme grash, të cilën ai nuk e kishte pasur kurrë më parë. Në një çast ai e kuptoi qartë. Vizioni i natës ishte i vërtet. Vajza përalore ishte absolutisht reale. Ai ishte gati të malkonte qejt për ëndrrën mizore, por metali i ftohtë i unazës së huaj në gjishtin e tij po e dite me shpresë, duke dëshmuar se mrekullia ishte reale. I riu u ngrit me nxitim dhe vrapoi drejt mbretit baba. Po atë mëngjes, në mbretërinë e largët në ishuj, u zgjua papritur prinqesha budur. Ajo kërceu me shpejtësi nga shtrati, thirri me zë të lartë shërbëtoret dhe me sy të ndezur kërkoi që t'i sinin menjëherë të riun e pashëm me të cilin kishte kaluar fshehurazi natën. Shërbëtoret ngrinë të tmeruara, dhomat ishin mbyllur fort, askush nuk ishte hyrë. Ato me frikë menduan se prinqesha ishte në klapi. Në zemërim e sipër, budur u tregoi me rëmbim dorën e saj. Në gishtin e saj të hollë varej, një unazë e huaj,
me vullën shtetërore të një mbretërie të largët. Shërbëtorët betoheshin në të gjithë perëndit se dyert ishin të këqura, por unaza e rëndë e burrave në dorën e saj ishte më elokuente se çdo betim. Vajza krenare kërkoi prerazi nga babai i saj që të gjente menjëherë pronarin e panjohur të unazës, duke deklaruar me vendosmëri se do të martohej vetëm me të. Të dy etërit, mbretër, ranë në një tronditje të thellë dhe të papërshkrueshme nga fjalimet e çmendura të fëmijëve të tyre. Sundimtarët refuzuan kategorikisht të besonin për rallat e pamundura rreth vizitorëve misterioz të natës që depërtonin nëpër dyert e mbyllura. Askush nuk i kushtoi rëndësi unazave të huaja. Pleqt menduan se kokfortët thjesht i kishin bler ato nga tregtarët e përtejdetit, ose i kishin gjetur në thezare për të justifikuar fantazitë boshe. Në të dy mbretërit u dha një diagnoze të tmerrshme. Princi dhe prinçesha ishin në rënd të sëmurë nga ethet e dashurisë, ose ishin çmendur nga romanet e vjetra. Mjekët e ditur u gjetën krejtësisht të pafuqishëm. Në zemërinë të verbër dhe dëshpërim, prindërit e mbyllën Kamar az-Zamanin dhe budurin në nëroje të rept, duke shpresuar se koha do të kuronte çmendurinë. Për të gjithë botën, unazat e tyre ishin vetëm qingla-mingla dhe fjalët deliri i të çmendurve. Dhe të dy ata përfunduan të mbyllur, jo vetëm në kulla guri, por edhe në burgun e ftohtë të mos kuptimit të përgjithshëm. Kaluan muajt e gjatë dhe të mundimshëm të një burgimi të rëndë. Princi Kamar az-Zaman vuante pa shpresë nga një mall përvëlues për të panjohurën e bukur. Mjekët e ditur nuk mund ta shëronin atë, sepse sëmundja e tij nuk fshihej në trup, por në zemrën e ndezur. I riu e kuptoi me hidhrim se babai i tij nuk do ta lejonte kurrë të shkonte në kërkim. Princi, i cili dikur vlerësonte vetëm lirinë e pakufizuar, vendosi të vepronte. Në mbulesën e natës së errët, pasi mashtroi rojet me ndihmën e një shërbëtori të vjetër besnik, ai u arratis fshehurazi nga palati i padepërtueshëm. I arratisuri mori me vete pak arë dhe më e rëndësishmja, unazën elegante të gruas në një kordon mëndafshi. Ai këmbeu mëndafshët e trashëgjintarit me një mantel të ashpër e ndacaku, sepse kurora e daatit ishte e pavlefshme për të në krahasim me unazën e hollë të artë që i rrihte në gjoks. Në të njëjtën kohë, në mbretërinë e largët në ishuj, prinçesha Budur gjithashtu lëngonte në një kafaz të artë të padëshiruar. Ajo e kuptonte me hidhrim se babai i saj i palkundur nuk do t'i dërgonte kurrë anijet e tij të fuqishme për të kërkuar një të ri të paemër me një unaz të huaj. Por Budur kishte një vullnet vërtet të hekurt dhe bëri një veprim të padëgjuar për një vajzë krenare. Duke sfiduar me guxin traditat shekulore, ajo i preu pa mëshirë flokët e saj luksoz dhe u vesh me rrobat e burrave të vëllait të saj të qumështit dhe shërbëtorit besnik marzuvan. Natën vonë, së bashku me të, ajo u largua fshehurazi nga kështjella. Tani, ajo nuk ishte një prinçeshe dobët, por një i ri i guximshëm dhe i paemër që ishte nisur në kërkim të fatit të tij. Ajo i preu gëshetat e saj, ashtu siç priten litarët që lidhin një anije me skelën, dhe duke veshur rrobat e burrave, u bë kalorësi i dashurisë së saj. Çdo tregtar që takonte, t'i tregonte për një vajzë me bukuri jashtëtoksore, me një unazë elegante, por si përgjigje, dëgjonte vetëm të qeshura mizore. Ndërkohë, Budur e guximshme me rroba burrash, duke vuajtur nga lëkundjet të vestuhit e ashpra, po kalonte detet e stuhishme me anije tregtare.
Duke hyrë në portet e vendeve të panjohura, ajo u tregonte të gjithëve unazën e rëndë, por askush nuk e njihte vulën e huaj. Vitet e pamshirshme kalonin, rrobat e udhëtimit po vjetroheshin, ari po mbaronte, por shpresa kokfort në zemrat e tyre digjej po aq fort si në atë natë të parë magjike. A I kërkonte gjurmët e saj në rërën e nxehtë të shkretëtirave, ndërsa ajo vëzhgonte velen e tij në dallgët e stuhishme të oqeaneve, dhe e gjithë bota mes tyre duke I vetëm një ndarje e madhe e zbrazët. Gjatë një prej udhëtimeve sfilitëse, anija tregtare e budurit të guximshëm u përfshi në një stuhi të tmerrshme. Dallgët e pamëshirshme e thyen në copa anijen e brisht. Në kaosin zhulmëmadh, vajza humbi përgjithmonë mbrojtësinë e saj të vetëm dhe mikun e saj besnik, Marxuvan. Budurin e raskapitur e hodhi pa mëshirë në një breg të panjohur, të egër. Ajo humbi menjëherë gjithçka, mbetjet e pasurisë, ndihmësinë, statusin e saj të lartë. Tani ajo mbeti krejtësisht e vetme në një botë armiqësore dhe miqësore. Por ajo u shpëtua mrekulisht nga rrobat e burrave. Nëse plaçkicit e pangopur në bregun e shkret do të zbulonin se kishin para tyre një princesh të vetmuar, fati I saj do të ishte I tmerrshëm. Pamja e ashpër e një buri e lejoi atë të mbijetonte dhe të lëvizte me kokfortësi përpara. Oqeani ja mori mikun e saj të fundit besnik, duke e lënë atë të vetme në një breg të huaj, ku mbrojtja e saj kryesore nuk u bë magjia, por pëllhura e ashpër e burrave e gjaketës së saj. Pasi shpëtoi nga një mbytje e tmerrshme anijeje, budur e guximshme, me rroba të grisura burrash, arriti me kokfortësi në portat e larta të qytetit të pasur portual Ebon. Atje ajo u prezantua me guxim, me një emër të trilluar, princin e huaj Kamar. Pavarësisht leckave të mjera, fisnikëria e saj e lindur, edukimi I saj I shkëlqyer dhe bukuria e saj verbuese tërhoqën menjëherë vëmendjen e madhe të qytetarëve të admiruar. Vajza krenare refuzoi kategorikisht të kërkonte lymosh. Në pazarin e zhurmshëm, ajo I la pa fjalë me lehtësi tregtarët me përvojë, me njohuritë e saj të thella në tregtinë fitimprurëse dhe gjuhët e ralla dhe rojet e ashpra, me fjalimin e saj jashtëzakonisht të sigurt. Thashethemet për një të ri të pazakont, të mençur dhe të pashëm, arritën me shpejtësi në palatin mbretëror. Ajo erdhi në qytet me leckate një lypsi, por fjalët e saj shkëlqenin më fort se ari, dhe së shpejti I gjithë pazari po pëshpëriste për princin e huaj, mençuria e të cilit te I kalonte rininë e tij. Thashethemet nga pazari I zhurmshëm e quan me shpejtësi të huaj drejtë në salën luksoze të fronit. Mbreti I vjetër I Ebonit, I intriguar nga fjalët, urdhëroi që të riun misterioz ta sënin menjëherë në obor. Budur e guximshme doli para sundimtarit me respekt të kalkulasin thellë, por pa flik. Duke dashur të provonte mësafirin, sundimtari I bëri disa nga pyetjet më të ndërlikuara, me të cilat njerëzit e tij të mençur flokbardh nuk mund të përbaleshin me vite. Si të gjykonte drejt një mosmarrveshje midis dy tregtarëve dhe të mposhte një thatësirë të tmeshme. Duke u mbështetur me njohuritë e pasura të marra në oborrin e babait të saj, princesha e maskuar u përgjigj në mënyrë të përsosur. Zgjidhjet e saj rezultuan të ishin jashtëzakonisht të drejta, të mençura dhe jo konvencionale. I gjithë obori ngriu, I mahnitur nga elokuenca e shkëlqyere princit Kamar. Dhe mendja e saj e mprehtë I zgjidhi nyjet e intrigave shtetërore me të njëjtën lehtësi me të cilën një kapiten me përvojë zgjidh nyjet detare, duke I lënë këshilltarët e vjetër në një heshtje të respektueshme.
Plaku i admiruar e emëroi solemnisht të riun si këshilltarin e tij më të afërt. Kaluan disa muaj. Budur e guximshme, në pamjen e të mençurit Kamar, u bë njeriu më i respektuar në Ebon. Një ditë, mbreti i vjetër dhe i sëmur, i cili nuk ishte djem përveç një vajze të bukur Hayat, thiri papritur te vetja këshilltarin e tij të dashur. Unë e shoh mençurinë tënde, biri im, tha me solemnitet sundimtari. Dua ta lëm mbretërinë në duar të sigurta, prandaj të ofroj fronin tim dhe dorën e vajzës sime të vetme. Budurin e pushtoi një panik i plot. Në fund të fundit, ajo ishte një grua. I riu i shtirur u përpoq dëshpërimisht të refuzonte, duke u justifikuar me padejësinë e saj dhe punët e papërfunduara. Por sundimtari ishte i palkundur. Refuzimi nënkuptonte një fyerje vdekjeprurëse, burg të pashmangshëm ose një ekzekutim të tmerrshëm. Gjë që do t'i hiqte asaj përgjithmonë shansin më të vogël për të gjetur të dashurinë e saj të vërtetë. Kështu kurora, për të cilën kishin ndëruar mijëra princa, u bë për të malkimi më i tmerrshëm dhe nderi më i madh u kthye në një kurth që u mbyll mbi sekretin e saj. Duke kuptuar mungjesën e Rogdalës, Buduri pranoi martesën, por kërkoi një das më modeste, duke u justifikuar me zinj për familjen e saj të vdekur. Mbreti pranoi. Menjëherë pas kurorëzimit, bashkësundimtari i ri mori shkëlqyeshëm drejtimin e qytetit të Ebonit. Por erdhi nata e parë e martesës. Pasi mbeti vetëm me prinqeshën Hayat, Buduri nuk mundi të gënjente. Me lot në sy, ajo zbuloi të vërtetën tronditse. Për natën magjike, grindjen e gjindve, unazën dhe princin e bukur Kamar az-Zaman, të cilin ajo e kërkonte. Pasi dëgjoi rrëfimin, Hayati nuk u zemrua. Përkundrazi, ajo e admiroi sinqerisht guximin e Budurit dhe romantizmin e rrugtimit të saj. Prinqesha u betua ta ruante sekretin përgjithmonë. Të dy gratë u bën mike besnike, duke rënë dakord të luanin rolin e bashkëshortëve të dashur para mbretit të vjetër. Atë natë, në dhomat e mbretit, nuk ishte as pasion, as mashtrim. Vetëm dy gra, të bashkuara nga një sekret i madh dhe një admirim i thellë për fuqinë e dashurisë së vërtetë. Ndërsa Buduri e guximshme qeveriste me sukses qytetin e pasur, i mjeri Kamar az-Zaman vazhdonte endjet e tij të gjata dhe raskapitëse. Ai eci mira liga në këmbë, duke kaluar male të pakapërcyeshme dhe shkrettira përvëluese. Rrobat e tij dikur luksoze u kthyen në lecka të mjerueshme. Këpucët i ishin ngrisur prej kosh dhe fytyra e tij e bukur ishte djegur e nxirr në diellin e pamshirshëm. Banditët e pangopur e grabitën brutalisht të riun, duke i marrë arinë e fundit. Nga trashëgimtari i fronit të fuqishëm, kishte mbetur vetëm një hije e gjakosur, thesari i vetëm i të cilit ishte shpresa që varej në një kordon të vjetruar pranë zemrës së tij. Unaza elegante e të dashurës së tij. Më në fund, Endacaku pafundësisht i raskapitur dhe i uritur, me vështirësi të madhe arriti në portat e larta të Ebonit të mrekullueshëm. Ai nuk e dyshonte absolutisht se ky qytet i madhështor qeverisej me mencuri nga po ajo vajzë, për hir të së cilës ai kishte humbur gjithçka për gjithmonë. I raskapitur Kamar az-Zaman hyri në qytetin e pasur të Ebonit. Ai kishte nevojë të shprimisht për një punë, thjesht për të mos vdekur urie. Askush nuk e njihte princin fisnik në Endacakun e ndotur. I riu u zvarit drejt mureve të larta të palatit të madh mbretëror dhe me përullësi kërkoi çfarëdo lloj pune.
Kryekopshtari I vjetër dhe gërnjar pati mëshirë për lypsinë e lekosur dhe e mori si ndihmës në këmbim të një copë buke të thatë dhe një strehimi të mjerueshëm në një kasole të ngushtë. Princi, duart e të cilit më parë nuk ishin njohur kur punë të rëndë, tani gërmonte me bindje tokën, mbante ujë dhe krasiste degët e thata. Duart të krijuara për të mbajtur skeptrin mbretëror, tani fërkoheshin deri në gjak pas bishtit të një lopate të rëndë, duke u jitur me djerës trëndafilat e huaj në kopshtet e mrekullueshme të po atij palati, ku në fron ishte ulur e dashura e tij. Kaluan një javë të pafundme, griti një pune raskapitëse. Një diti I raskapituri Kamar az-Zaman u ul të pushonte në hijen e freskët të një rapi të madh. Papritur, ai pa një skenë tronditëse. Në një deg po ziheshin me tërbim 2 zogë të mdhenj. Njeri e qukiti tjetrin pa mëshirë deri në vdekje, dhe trupi I pajet rarënd në tokë. Befas nda qejt e pastër, zbriti butësisht një zog I tretë, jashtëzakonisht I bukur. Ndoshta ishte vetë Zana Majmuna, që kishte vendosur të ndihmonte të riun. Ajo mbante me kujdes në shqep një rrënjë të fshehtë që shkëlqente, dhe e vendosi atë butësisht direkt mbi zogun e vrarë. Para syve të princit të tronditur, krijesa e vdekur u ngjall në qast. Ajo shkundi pendët me gëzim, dhe të 3 zogt fluturuan me shpejtësi tutje, ndërsa rënja e mrekullueshme mbeti aty e paprekur. Vdekja u tërhoq para jetës, po aq lehtë sa hija tërhiqet para agjimit, duke lënë në barë vetëm një provë të vogël dhe të ndritshme të së pamundurës. Kamar az-Zaman u afrua për të marrë rënjën magjike që shkëlqente. Por toka e shkrifët nën këmbët e tij, atje ku sapo kishte qenë I shtrirë zogu I mrekullueshëm, befas u shemb papritur. Ai ra në një grop të cekët, e cila doli të ishte një hyrje sekrete në një thesar të vjetër dhe të haruar, nën toksor, pikrisht nën rrënjët e fuqishme të pemës së madhe. Brenda, I riu I habitur, gjeti një ark të rëndë të lashtë, të lidhur me bakër. Pas I theu drynin e vjetër, ai hapi me kujdes kapakun dhe ngriu. Arka ishte e mbushur deri në maj me monedha ari të lashta, gur të çmuar dhe bizhuteri luksoze. Në fund të saj, ndodhi një send me vlerë të jashtëzakonshme shtetërore. Vula e lashtë e themeluesve të qytetit të Ebonit, simboli I shenjtë I pushtetit mbretëror. Princi fisnik e kuptoi se kishte gjetur rastësisht një thesar të paçmuar, I cili me të drejtë I përkiste mbretit qeverisës të këtij qyteti të pasur. Toka nuk u hap për ta gëltitur atë, por për të dorëzuar thezarin që prej sheku I shpriste atë, ndershmëria e të cilit do të ishte më e fortë se lakmia. Pasi gjeti thezarin, Kamar az-Zaman nuk u mendua asnjë sekond për ta përvetësuar atë për vete. Edukimi I tij mbretëror dhe nderi I tij I lindur e mposhtën lehtësisht nevojën mizore. I riu mori objektin më të çmuar nga arka e vjetër, vulën e lashtë të sundimtarëve të Ebonit, dhe me hapa të vendosur shkoi tek kryekopshtari. Ai kërkoi me mirësjellje plakut të habitur që t'i raportonte menjëherë mbretit të madh Kamar për thezarin e gjetur. Lypsi këmbënguli për një audiencë personale, duke dëshiruar ta dorëzonte thezarin e shenjtë dorë më dorë, siç e kërkonte rreptësisht zakoni I lashtë. Kopshtari, thellësisht I habitur nga ndershmëria e pabesueshme e ndihmësit të tij të leckosur, nxitoi me nxitim për në palat. Ari mund t'i blinte atij një anije për në shtëpi, por ai e dinte se nderi nuk shitet për asnjë thesar në botë të gjetur në një tokë të huaj.
Në salën luksoze të fronit, e ullur me kuror dhe roba burash, buduri urdhroi që të hynte kopshtari. I raskapituri Kamar az-Zaman hyri brënda. Ai ishte i zbeht, i cfilitur, i veshur me lecka të ndotura. Fytyra e tij e bukur fshihej pas një mjekëre të rritur dhe një shtrese pluhuri. I riu u përkull thellë, pa guxuar të ngrinte sytë drejt mbretit. Por budurit i mjaftoi një vështrim në qëndrimin e tij krenar dhe lakimin e njohur të shpatullave. Pavarësisht papastërtisë, ajo i njohu menjëherë me të gjithë qenien e saj, të riun nga ëndra magjike tek ai lypës. Brenda saj shpërtheu një stuhi e tërbuar. Ajo donte çmendurisht të kërqente nga froni, të bërtiste, t'i hidhej në qafë, por nuk mundej. Përreth ishin këshilltarët, rojet, prinçesha Hayat. Ajo ishte e detyruar të ruante një qetësi të akullt me çdo kusht. Në shtresën e pluhurit dhe leckave, sytë e saj, plot dashuri, lecuan menjëherë emrin e vetëm të rëndësishëm, dhe zemra e saj bërtiti aq fort sa ajo u friksua se mos e dëgjonte atë britm e gjithë salla. Duke mbledhur të gjithë vullnetin e saj, buduri e bëri zërin e saj të tingëllonte i një trajqëm dhe autoritar, siç i ka hije një mbreti të vërtet. Ajo pranoi me mirësi lajmin për Thezarin dhe lavdëroi bujarisht ndëshmërinë e kopshtarit. Kamar az-Zaman tregoi me bindje historinë e gjetjes, ende pa e njohur të dashurin e tij tek sundimtari i ri. Vështrimi i tij i raskapitur rrëshqiste në dysheme dhe maskimi i vajzës ishte i përsosur. Për t'u bindur përfundimisht, buduri vendosi të bënte një provë. E shoh që je një njeri fisnik megjithëse mban lecka, tha ajo si kalimthi. Zëri yt nuk i ngjan të follurit të një njeriu të thjeshtë. Më thuaj, a nuk ke ndonjë kujtim nga dheu yt? Çfarë është ky kordon që duket në gjoksin tënd? Ajo e bëri pyetjen aq shkujdesur, sikur të pyeste për motin, por në gjoksin e saj rrihte një zog i gatshëm për të shpërthyer jashtë në tingullin e parë të përgjigjes së tij. Princi Kamar az-Zaman, pasi dëgjoi pyetjen për kordonin, u drodh fort. Për të, ky ishte sekreti më i shenjtë dhe më i dhimbshëm. Ai hezitoi, por nuk guxoi t'i kundërshtonte mbretit të ri. Me duar që i dridheshin dhe i kishin gjakosur, Endaçaku nxori me kujdes ka nën leckat e ndotura një kordon të hollë mëndafshi. Në të shkëlqente fort një unaz elegante grash me një gur vezullues. Me një trishtim të thellë, i riu tha në heshtje: Kjo, o sundimtar, nuk është thjesht një kujtim. Është unaza e dashurisë sime të vetme, një vajze me bukuri mbinatyrore, të cilën e kërkoj në të gjithë botën, duke humbur për shkak të saj edhe mbretërinë, edhe emrin. Buduri pa menjëherë unazën e saj dhe dyshimet e saj të fundit u shpëndan në qast. Ai e tregoi këtë unaz aq me kujdes, sikur të mbante në duar vetë zemrën e tij, e cila rrihte tani vetëm për një qëllim të vetëm, të largët dhe të paarritshëm. Duke i mbajtur me vështirësi lotët dhe dridhjen në zë, buduri urdhroi kopshtarin të ngrihej. Ndeshmëria jote meriton shpërblimin më të madh, tha ajo me hir mbretëror. Unë shoh një shpirt fisnik, i cili nuk mund të fshihet nën lecka. Ajo urdhroi rojet që ta çonin miku në dhomat më të mira, ta lanin në banja aromatike dhe ta vishnin me rroba të pasura, të denja për një princ. Sonte në mbrëmje, njoftoi ajo me solemnitet, ti do të jesh një i ftuar i veçantë në një gosti të mbyllur në dhomat e mia personale. Unë dëshiroj të dëgjoj historinë e dashurisë sate. I shtangur nga hiri i papritur i mbretit,
Kamara Zaman u përkull thellë dhe u largua me bindje me rojet. Ajo urdhroi që ta vishnin atë me mëndafsh dhe kadife, jo për të shpërblyer një lypës, por për të përgatitur skenën për princin, i cili duhej të dilte para saj në gjithë madhështinë e tij të mëparshme. Erdhi mbrëmja e shumë pritur. Kamar Zaman, i larë dhe i veshur me rroba luksoze që i kthyen atij shtatin e mëparshëm dhe bukurinë verbuese, hyri me dridhje në dhomat personale të mbretit të Ebonit. Në sallë mbretëronte një gjysmërsirë misterioze, e ndriquar vetëm nga vezullimi i butë i qirinjve dhe e mbushur me aromën e temjanit. Këtu nuk kishte as roje, as shërbëtor. Në qendër të dhomës, me kuriz nga i ftuari, pranë dritares së hapur, qëndronte një figurë elegante. Ajo nuk ishte e veshur me një jelek burash, por me një fustan grash të derdhur, të qëndisur me yje dhe gjysmëna. Flokët e trashë dhe të shdriqëm binin si ujvar mbi shpatulla. Kamara Zaman ngriu nga hutimi, pa guxuar të prishte qetësinë. Figura u kthye ngadalë. Ishte Buduri, që kishte hequr maskimin shumë vjeçar, duke shkëlqyer me atë bukuri hyjnore, e cila dikur i bëri gjindat e pavdekshëm të fillonin një gringje të madhe. Atje ku ai priste të shifte një sundimtar të ashpër me kuror, qëndronte një vajzë me një fustan të endur nga drita e butë e hënës, dhe ky transformim ishte më i mrekullueshëm se çdo magje e gjindve. Kamara Zaman qëndronte si i goditur nga rufeja. Ai po shihte, po atë fytyrë që ndiqte në ëndra dhe u dëhiqte në shkretira. I riu nuk mund të shqiptonte asnjë fjalë, nga frika se kjo ishte vetëm një tjetër magjepsje mizore, një iluzion i keq, i dërguar nga një mirazh përvëlues. Por Buduri e bukur nuk nxori asnjë tingull. Sytë e saj të zhdriqëm ishin plot me lotë të nxehtë lumturie dhe butësie. Ajo ju afrua ngadalë të dashurit të saj të shtangur. Vajza ngriti butësisht dorën dhe me aq kujdes sa i bëri në mëngjes, tregoi gishtin e saj. Në dorën e saj të hollë shkëlqente fort unaza e tij e rënd burash, me vullën mbretërore të mbretërisë së Haledit. Në këtë moment tronditës, Kamara Zaman kuptoi absolutisht gjithçka. Dhe unaza e artë në dorën e saj u bë hallka e fundit dhe e munguar, që mbili zinxhirin e kputur të fateve të tyre në një rreth të pandashëm. Unaza shkatërroi dyshimet e fundit dhe torturuese. Të gjitha fjalët dukeshin plotësisht të tepërta dhe të pavlera para madhështisë së papërshkrueshme të këtij momenti të shenjtë. Miera liga largësi, rrugët e pluhurosura, uria e padurueshme, mbytjet e tmeshme të anijeve, intrigat e palatit, vitet e gjata të ndarjes dhe dëshpërimit të thellë. E gjithë kjo u fshi pa lënë gjurmë në një moment të vetëm, të shtriqëm. Të dashuruarit i ranë me shpejtësi në qafë njëri tjetrit. Ata u shtrënguan me tërbim, sikur të kishin frikë në panik se fati mizor do të përpiqej sërish t'i ndante. Në faqet e tyre rridhnin papushim lot të ngjehtë të gëzimit të shumëpritur, një lehtësimi të thellë dhe një katarsisi absolut, pastrues. Rrugtimi i tyre i pabesueshëm i gjatë dhe raskapitës u mbyll më në fund me sukses. Ata gjetën njëri tjetrin. Në përqafimin e tyre u dogjën të gjitha miljet e shkretirave dhe të gjitha stujt e deteve, duke lënë vetëm hirin e viteve të gjata të ndarjes, nga i cili u rilind lumturia e tyre absolute. Të nesërmen në mëngjes, Buduri, përsëri me një kostum burash, por me një zemër të lehtë, thiri të gjithë oborin
dhe mbretin e vjetër në salën luksoze të fronit. Kamar az-Zaman, i veshur me rroba të pasura princi, qëndronte me krenari pranë saj. Buduri mori fjalën me guxim. Para syve të publikut të shtangur, ajo hoqi kurorën, lëshoi flokët dhe u zbuloi të gjithëve sekretin e madh. Ajo nuk ishte princi Kamar, por princesha Budur, nga ishujt e largët. Vajza tregoi historinë e mahnitshme të takimit të tyre magjik, ndarjes së gjatë dhe ribashkimit të pabesueshëm. Më pas, ajo i prezantoi me krenari oborit të dashurin e saj të vërtet, princin Kamar az-Zaman, trashëgimtarin e ligjishëm të mbretërisë së Haledit. Ajo hodhi kurorën, e cila për të ishte vetëm një përkrenare e rëndë në betejën për mbijetesë, dhe u shfaq para tyre jo si mbreti i Ebonit, por si mbretresha e zemrës së saj. Mbreti i vjetër në fillim ishte tmerrsisht i shtangur nga mashtrimi i paqip dhe i gatshëm të zemrohej. Por pasi dëgjoi historinë e pabesueshme të dashurisë së gjatë dhe sprovave të rënda, plaku u zbut dukshëm. Ai pa tek ata jo gënjeshtar djalëzor, por heronj të vërtet të një sagje të madhe. Për më tepër, Buduri e Mensur kishte qeverisur qytetin e tij, me të vërtet në mënyrë të shkëlqyer dhe të drejtë. Princesha e bukur Hayat doli me nxitim përpara dhe ju lut me zjarr babait të saj që t'i falte. Në të njëjtën ditë të gëzueshme, në palat mbërriti papritur shërbëtori besnik Marzuvani, që kishte shpëtuar mrekulisht. Sundimtari, duke parë fisnikrinë e tij të jashtëzakonshme dhe devotshmërinë e pafund, bekoi me gëzim të madh martesën e vajzës së tij me këtë të ri të denj. Dhe mbreti i vjetër e kuptoi se zemrimi do të ishte një shpërblim i keq për një përral që po zhujlohej pikrisht pranë fronit të tij, dhe në vend të xheladit ai thiri pliftin. Kamar az-Zaman dhe Buduri, më në fund të lirë dhe jashtëzakonisht të lumtur, u shkruan menjëherë letra të detajuara prindërve të tyre, në mbretërinë e Haledit dhe në ishujt e largët. Lajmtarët besnik, bikuajt më të shpejt u vërsullën me vrull në të gjitha anët e botës. Një gëzim i papërshkrueshëm i përfshiu të dy oboret, të cilët për vite të tëra kishin qenë në zi të thellë, duke i konsideruar fëmijët e tyre të çmendur ose të vdekur. Me një ngazëllim të madh, ata e pranuan lajmin për shpëtimin e tyre të mrekullueshëm dhe dasmën e afërt. Mbretërit e vjetër i falën sinqerisht të aratisurit për aratisjen e dikushme dhe filluan të përgatiteshin për festën madhështore të bashkimit të madh. Letrat e tyre fluturuan si pëllumba të bardhë të paqes, duke sjellë në krajt e tyre shërim për dy mbretëri që kishin qarë fëmijët e tyre të gjallë për një kohë të gjatë. Së shpejti u zhvilluan dasma madhështore, luksoze, ku u mblodhën të ftuar fisnik nga të trija mbretërit. Kamar az-Zaman dhe Buduri u bën sundimtar të mëdhenj, duke i bashkuar përgjithmonë tokat e tyre në një perandori të madhe dhe të begat. Ata qeverisën gjatë, me mensuri dhe të lumtur pa mas. Sprovat e gjata dhe të rënda i mësuan ata përgjithmonë me durim të madh dhe drejtësi të vërtet. Historia e tyre e mahnitshme u bë legjenda kryesore e lindjes së lashtë. Ajo thot se dashuria e vërtet është në gjendje të kapërcejë çdo distancë, të mposhtë dëshpërimin e thellë dhe të dalë më e fortë se magjia e gjindëve të fuqishëm, nëse dy zemra besojnë sinqerisht tek njëra tjetra. Kështu përfundoi përralla e princit dhe princeshës, duke dëshmuar se as shpirtrat që ndezin yjet nuk kanë pushtet mbi zjarrin e dashurisë së vërtet, nëse ajo ka gjetur rrugën e saj mes shkretirave dhe deteve.